2026 është një vit çlirues, mund të themi, sepse në mes të vitit 2026 në qershor Jupiteri nga Gaforia, që është në një shenjë të bukur Jupiteri në Gafore, por që është një shenjë familjare të ndjeshme dhe që kërkon shumë dashuri, kalon në një shenjë të zjarrt në Luan. Dhe kur futet në Luan, ne harojmë paka shumë vuajtjet, pengesat dhe japim zjarr. Është si themi ndezim turbinat, ndezim motorët. Dhe kur ndez motorët, ti ke aq energji ose aq dëshirë ose aq optimizëm për të ecur përpara dhe për të ecur përpara në art, për të ecur përpara në dashuri, për të ecur përpara në ekonomi, për të ecur përpara në shkëlqim, në publicitet. Pra, madhështia e njeriut, dashuria e njeriut, ndjehet fort ose kapet fort në shenjën e Luanit. Ashtu siç Luani udhiqet nga dielli, a ka gjë më të fuqishme se dielli në sistemin tonë diellor? Nuk ka. Këto të thotë që ne i ndezim motorët nga qershori e tutje. Por ka ca që i ndezin më shumë, ka ca që u merr ujë, ajo, si them, karburanti, që ndoshta nuk do t'i ndezin dot aq shumë, ka ca që mund të shuhen, por rëndësishmja është që të gjithë do tentojnë t'i ndezin. Edhe ne themi si pak a shumë kush do jenë shenjat që do marrin më shumë zjarr, ose që do kenë më shumë avantazhe të mira, do jenë të shenjat e zjarrit të paktën, nga qershori e tutje, do jenë dashut, shigjetarët dhe luanët kryesisht, që do jenë një nga shenjat e privilegjuara mbas qershorit. Por deri në qershor, Jupiteri është në Gafore dhe tenton të ndihmojë Gaforet, Peshqit shumë dhe Akrepët si shenja ujë. Këto tre shenja, gjithë ato punët që kanë lënë, pasiguritë ose vështirësitë e 12 viteve të fundit, tentojnë t'i normalizojnë, t'i qetësojnë dhe t'i mbyllin. Qoftë në jetën personale, qoftë çështje studimore, ligjore, e punë të ndryshme. Megjithatë, nuk do ngelen jashtë lojë edhe shenjat e ajrit, të cilat duke qenë se favorizohen nga zjarri i Luanit, do marrin dhe ato privilegje, siç janë binjakët, peshorët dhe ujorët. Në aspektin politik ndërkombëtar të kemi ngjarje shumë të rëndësishme, ose fundosje të figurave shumë të rëndësishme, ose lartësi me një figure të re shumë të rëndësishme, që do na mahnisi, do na surprizoj ose dali para nesh. Po mund të kemi edhe një përballje ose një luftë shumë të fortë midis dritës dhe errësirës, e cila pritet të vendoset se gjithmonë fiton drita, kuptohet, por që kemi një moment delikat, fund qershori, fillim korriku. Tashmë, nëse duam në detaje, për shembull dashët, do jetë një vit i favorizuar gjysmën e parë të vitit familje, bizneset familjare, marrëdhëniet familjare, duhet të jenë shumë të kujdesshëm aty. Jo çdo gjë është kaq mirë dhe kaq qetë. Pastaj gjysmën e dytë të vitit do jenë shumë erotik. Do me thënë të presin të realizojnë ëndrat e tyre erotike. Por mos harrojmë që në shenjën e dashit, që është një nga shenjat më të cilësuara dhe kjo në vitin 2026 futet dhe Neptuni, në fund të janarit futet edhe Saturni në mes të shkurtit. Kjo do të thotë që kemi dhe ëndrrën dhe idealin, por kemi dhe Saturnin. Saturni është ashpërsia, rregulli, praktika, është ai polici që ngre tabelën përballë çdo gabimi. Kështu që dashët do hecin me fantazi, do hecin me ëndra, do hecin me idealizma, por duhet dhe një tabel që të ngrihet në fund fare, do jenë si në një konkurs, që po su ngrit tabela që je i aftë, nuk bëhet gjë. Dhe dashët to ta kenë për 2 vite, jo vetëm tashmë. Por dashët e lindur në 10 ditën e parë do shohin edhe bollikun, do shohin edhe shtrëngimin e fortë. Kështu që të përpiqen të vënë një ekuilibër. Dhe shkojnë te demët të cilët do merren shumë me zgjerimin e rrethit të tyre intelektual në përditshmërinë e tyre, ose kontaktin me njerëzit të afërm, vëllezër, motra, të afërm, komshi. Pra, ai rrethi ka shumë rëndësi për këta, ose do ketë shumë rëndësi, ose në një punë intelektuale, ose në një shkollë, ose në një shkrim, ose në një punë tregtie. Pastaj do merren kryesisht me familjen. Kur themi familjen, ose do bëjnë në një biznes familjar të fuqishëm, ose do blejnë një shtëpi, ose do nisin një bashkëjetesë. Dhe kjo është shumë e mirë, ose do bëjnë një fëmijë.
Pra edhe kjo tregon që familja e tyre do marrë një zhvillim të rëndësishëm. Shkojmë tek binjakët, të cilët do kenë një vit vërtet shumë të ndryshëm nga 7 vitet e fundit që kemi parë në shenjën e binjakëve, ose që kanë parë ata vetë. Pse? Sepse futet në prill urani në shenjën e tyre. Çdo të thot një uran në shenjën e binjakëve. Urani në binjak është i pranueshëm, se është shenja e ajrit, urani udhëhequjori. Duke qenë se është shumë i pranueshëm urani, si edhe ndryshime të pranueshme për binjakët, që janë një shenjë ajri dhe një shenjë inteligjente ose një shenjë komunikative. Dhe urani përpiqet t'i zhvillojë më shumë, t'i lartësoj, ose të hapi sfera të reja komunikimi në jetën e binjakëve. Dhe shumë binjak do duket sikur kanë marrë jo një palë krah, po 2-3 palë krah. Dhe jeta atyre do ndryshojë jashtëmasa në të gjitha aspektet, qoftë personale, qoftë profesionale, dhe do jenë në fluturim. Por asgjë s'do jetë e qëndrueshme. Kjo është çështja, sepse urani është përmbysës. Sa sjell diçka të re, kënaqesh 5 minuta ose një ditë ose një orë me këtë gjë ose një javë dhe kërkon prapë diçka të re. Pra, nuk kemi stabilitet. Kështu që binjakët do jenë gjithmonë në lëvizje, mjafton të kenë nerva të durojnë këtë ndryshim të papar. Pastaj gjysma e dytë e vitit me Jupiterin në Luan është shumë pozitive, sepse të paktën u jep ëndrave të tyre stabilitet, ngjyrim dhe i jep, si të themi, komoditetin e madhështisë. Sepse po s'bëre diçka të rëndësishme, është e kotë që funksionon. Dhe shkojmë te gaforet, të cilët janë me fat, sepse gjysmën e parë të vitit e kanë Jupiterin në shenjën e tyre dhe kjo tregon që mund të punohet me ta, ose ata mund të punojnë me vete. Kështu që kemi bashkëpunime të rëndësishme, jetë personale shumë të vrrushme. Vije në disa sfida, nuk mund të themi që nuk do kemi sfida, sepse thonë disa që kanë Jupiterin në shenjën e tyre që mua më ka ecur shumë keq. Që është ky planet që duket sikur t'i jep fat dhe nuk t'i jep fat. Nga njëherë Jupiteri të përmbys çdo gjë që ke, ose që ke arritur, nëse ajo nuk është ajo që duhet, ose nuk e ke merituar, dhe të nxjerrë dhe pak zbuluar, por të fut në një rrugë të re. Por nuk përjashtohet mundësia që shumë gafore dalin zbuluar nëse kanë bërë një jetë pa kontroll, të paqartë. Kështu që presim shumë gafore ose të lartësohen, të martohen, ose të rregullojnë jetën e tyre personale, ose të ndahen dhe të humbin shumë aspekte qoftë në karrierën e tyre. Pra, varet nga jeta e gjithë secilit. Vetëm një gjë është e sigurt, që gaforet e lindur në 10 e parë, në muajin qershor korrik do kenë një humbje ose disfat në çështjet ekonomike, ose një disfat shumë të madhe në prioritetet e tyre ose në pozicionet e tyre. Dhe shkojmë tek Luanët, e dëgjuan Luanët që kanë Jupiterin në shenjën e tyre nga qershori dhe tuti. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse janë lodhur Luanët, në fakt, të themi dhe të vërtetën. Luanët i kemi pasur shumë të stresuar këto kohë, të 2 vitet e fundit, sepse ka qenë Saturni në Peshk dhe ekonomikisht i ka shtrydhur shumë keq, i ka vënë pengesa, por dhe nga ana psikologjike Luanët kanë pasur ca ngarkesa që nuk i mbanin dot, ose shpirtërore, ose kanë bërë disa gabime të cilat i kanë paguar shtrenjtë. Tashmë ka ardhur koha të çlirohen nga gabimet e së kaluarës dhe çlirohen dhe ligjërisht, por mund të marrin edhe udhëtime për jashtë, ose jeta e tyre nëse është jashtë mund të marrë një stabilitet, sepse Saturni nga dashi, nga shkurti u jep një stabilitet, plus Jupiter në shenjën e tyre tregon që i vjen dashuria, i vjen mundësit, i vjen shanset, dhe themi që Luanët tentojnë të jenë Luanë më në fund dhe të merren me gjëra të bukura, ashtu siç mendojnë ata, blerje të rëndësishme, art, fëmijë, festa, argëtime, erotizma. Kështu që do kenë një verë të mrekullueshme përjashtuar vështirësive të Luanëve të lindur në 10 e parë ose në ditët e para të shenjës së tyre që e kanë pak të vështirë. Tashi, shkojmë te virgjëreshët, të cilët e kanë vitin 2026 pak thik me 2 presa, do thoshim. Jo se nuk e kanë të mirë, por shumë planet në shenja zjarri, si Jupiteri në Luan, që futet në shpinën e tyre të 12, që i bën të mendojnë, të jenë skeptik, ose të duan të menaxhojnë mirë energjitë e tyre, ose të parapërgatiten për një vit shumë të fuqishëm 2027, ose projektet e tyre ngelen pak të paralizuara. Kështu që mund të themi që mund të jetë Jupiteri në Luan, por atyre u jep një fokus të fuqishëm, por të pamundur për t'u vënë
në zbatim. Kështu që shumë forca të mëdha dhe trysni e madhe shpirtërore do ekzistojë për shenjën e tyre dhe kjo mund të ketë impakte psikologjike, fizike, por edhe problematika me ligjin. Sa Jupiteri futet në shpinën e 12 dhe për i Virgjëreshën Jupiteri luan në shpinën e 12 mund të kemi problematika ligjore ose punë të mbyllura, të cilat nuk duhet të deklarohen, sepse të kap ligjit, do të thënë janë disi të fshehura, do thoja. Megjithatë, gjysma e parë do jetë e mirë, sepse Jupiteri në Gafore është mbështetës shumë i fuqishëm i Virgjëreshëve deri diku, megjithëse në shenjë ujë, shenjë toke, shenjë ujë, Gaforia me Virgjëreshën, kemi një përballim më të mirë të situatës. Po mos harrojmë që në çështjet ekonomike ose fitojnë shumë që në fund të janarit, por në mes të shkurtit ato që kanë fituar mund edhe të duhet t'i mbrojnë ose t'i arsyetojnë, sepse Saturni në Dash tregon kërkesë ose si të themu kërkesë llogarie shumë të fortë mbi fitimet e tyre.